dhe dua të dal pikërisht tek ajo që ti the që kjo protest mund të prodhojë, le të themi, ndryshime të mëdha. Efektin e parë Occupy Wall Street-i e dha te Partia Demokratike në Amerikë dhe te Partia Republikane. Ndërkohë kemi disa lëvizje. Elisa Spiropali në rastin konkret si e vlerësove këtë platformën politike që nxorri sot? Shiko, kjo është një efekt përveç asaj që tham me Bashkimin Evropian dhe dalja e platformës nga ana e Spiropalit, propozimi i saj dhe depozitimi në Asamblenë e Partisë Socialiste, para tregon që ajo e ka seriozisht. Unë kam qenë ata njerëz që kam qenë kritik sepse mendoja që nuk e kishte seriozisht për sa kohë. Po, kemi qenë në studio. Vetëm të deklarata në Facebook. Në kohë shikoja Erion Braçin, i cili përballej me gazetar, të jepte edhe komentet, edhe jepte edhe mendimin e tij për shumë çështje. Por çfarë kam parë? Spiropali është konstante, është persistente, po vijon. Ndërkohë Erion Braçi ka bërë një, si i thonë asaj, 2 hapa para, 5 hapa mbrapa. Dhe Spiropali po shkon që po bën vetëm hapa para. Dhe është në frymën e protestës, ëh? Zgjedhje kombëtare lokale që prodhojnë besim institucione. Për mua është tërësisht një sfidë e hapur për leadershipin e Partisë Socialiste. Pra zëri Spiropali nuk është se këtë e ka vetëm që t'i thot Ramës përmisohu ti. Por në thelb kjo është një kërkesë që ne dim ku do shkojë. E ka me sistemin. E ka me largimin e Ramës, sepse sistemi përfaqësohet nga individi. Dakor. Dhe nuk përmend emra po them unë. Po patjetër, mëse unë besoj që është graduale. Unë shikoj një lloj crescendo të zënjës Spiropali, por pak nga pak dhe besoj do kulmojë në vjesht. Të paktën me ajsa nuk has unë me intuitën time si gazetar. Dhe shikoj për shembull edhe këtë pjesën e marrëveshjes së 2008-s. Kjo është dhe një goditje që i bën ndaj marrëveshjeve që Rama ka bërë me Berishën her pas here. Sistem proporcional kombëtar me listat hapura, i paraprin nga proceset brenda demokratizuese të partive politike. Pra, qartazi dhe meritokracinë. Pra, atë që ka bërë Rama, një goditje të fortë që i ka dhënë PS-s, pavarësisht se në fund ditës rezultati i ka dhënë të drejtë se ka dalë fitues, por ka goditur meritokracinë. Pra, janë bërë deputet njerëz të cilët kanë dalë bukur me qingjin, Rama ka parë foton me qingjin edhe i ka marrë ka vërë të parën në Shkodër, se me Neo Marçon kjo ka qenë historia. Ose deputetë të tjerë i ka parë kështu nga jashtë, janë dukur mirë, i ka bërë në listë të parat në listë. Nuk ka pyetur fare për pjesën tjetër. Por siç ka marrë edhe meritat, siç ka marrë meritat e fitores, pra që Rama i bën gjithë ato. Ban edhe përgjegjësinë. Edhe përgjegjësinë. Pra gjithë situatë që është krijuar nuk është një situatë e cila po themi protesta. Është krijuar sepse e kanë bërë drejtorët dhe Rama nuk di gjë. Sepse nëse ti del dhe më merr mua meritat për gjithë sukseset e tua fitore, ti do marrë edhe përgjegjësi. Kjo që do vazhdoj kjo dhe do kulmoj, po thua, me shumë serioze, do kulmoj për çfarë ke fjalën? Unë shikoj shumë serioze dhe prandaj i thash Poli dhe kundërshtova pak më herët tek e majta, por edhe tek e djatha në Britani, se ato janë modelet më të mira. Parlamentarizmi aty është shpikur. Nuk krijojmë dot të rrota nëse nuk e kemi në një traditë të jashtëzakonshme demokratike. Westminster kemi si yll, po them polar që ne shikojmë dhe e ndjekim. Në Westminster kjo ka ndodhur. Të gjithë kryeministrat britanik që kanë larguar nga detyra, edhe Boris Johnson e ka larguar partia. Të gjithë e larguar nga partia. Me këtë e ke fjalën kur thua do kulmoj Arber? Spiropali nuk di ta them do të largoj Ramën apo jo. Është ende herë. Ka parti aty. Por një gjë mund ta them me bindje. Spiropali nuk është vetëm. Atje ka dhe shumë deputet të tjerë, të cilët janë të pakënaqur me Ramën. Dhe nëse do shikojnë, se shumë e rëndësishme që ti të shikosh se sa serioze është zonja Spiropali. Është futur në këtë betejë për të ndryshuar PS-n apo është futur që të marrë një post? Se nëse është futur për të ndryshuar vërtet PS-n, atëherë shumë njerëz do t'i bashkohen, socialistë të zgënjur, do t'i bashkohen socialistë të mërzitur, pra do jetë një ushtri shumë herë më e madhe se vetëm një individ. Dhe aty Rama është shumë vulnerabël. Pse është vulnerabël? Sepse rrethohet nga njerëz të paaftë në pjesën më të madhe. Shiko, erne nuk e di e kaluara mbi. Te Spiropali, gjithmonë trim te PS-ja. Kam patur një debat të fortë, kam përshëndetur qëndrimin e Spiropalit, kam quajtur si fladitje për PS-n që i duhet e tjerë, tani shikoj domethënë që Arbëri kolegu im ka kaluar në krahun komplet të kundërt. Po, ka ndryshuar bilen ato. Dhe shumë mirë ka bërë. Por tani duhet kaloj unë, jo në krah të kundërt. Bindjet nuk janë si betoni miku im. Po unë nga bindjet bazohen po fakte. Nuk e kam të kjo. E kam të kjo.
Spiro Pali, andej të njëjtën gjë, ajo që nuk u lexua, nuk u lejua nga Berisha të lexoj rezoluta e Kuçanës. Pak a shumë këtë kishte në frymën e protestës, të hapet partia, meritokracia etj etj. Sot e nxori dhe Spiro Pali, më të detajuar faktikisht Spiro Pali. Duke hedhur dhe teza që në fakt ka futur për arsimi i shëndetësimit, duke hedhur dhe teza të cilat prap ngelen brenda sistemit që kërkon të rrëzojë, sepse thot kodi zgjedhor. Kështu domethënë që ta bëjnë këta. E kupton, domethënë në kuptimin asaj. Njëri sistemi nuk mund të thotë të rrëzojë sistemin. Aktualisht Spiro Pali për mua më duket si një person biles më ndershme, jo se s'është ndershme Spiro Pali në ato që mendon, po më me integritet më duket Neo Malsoria, po ta vëshrej domethënë. Do të është vërtetë, shumë me integritet. Se sa Spiro Pali. Spiro Pali mua më duket si ata domethënë që kanë kapur drasën, se po vjen një dallgë ashtu dhe ti bëjmë surf, ta kapim dallgën, kështu ta kapim valën. Pse? Kushdo që del nga PS-ja dhe nga PD-ja në këtë lloj situate, kur në fakt vetëm budallëjt nuk e kuptojnë që kjo kas ka marrë fund, kur janë brenda në politikë, se ne mund të themi çfarë të duam, se ne një lloj do jemi. Si siç ishim para revolucionit dhe pas revolucionit, mund të ndjejmë atë kënaqësinë edhe dashurisë, një Shqipëri më e drejtë, më demokratike, më afër demokracisë etj etj. Por këta që janë lojtar, përpara se të gëzojnë ose të fillojnë dhe të kapin dallgën, të vënë drasën e tyre të surfit në dallg. Gjëja e parë, për shembull, zonja Spiro Pali duhet të thotë ka ndo pak përgjegjësi, se përpara se t'jap direktiva se si duhet bërë partia dhe Shqipëria, duhet të thotë minimalisht duhet të thotë dhe unë kaq një fjali. Kam qenë pjesë e kësaj, por si thot Arbëri për veten, kam reflektuar, e ke parasysh, kërkoj dhe ndjes sepse ka qenë s'kam reflektuar, jo. Jo, ti ke reflektuar ndaj Elisës, unë ka reflektuar ndaj faktit, unë edhe ndaj teje, po bëre Berishin, po bëre Berishin, po reflektoj përsëri. Ore nuk quhesh fakt. Do bëj kritikë. Po nuk je faktor, po nuk po flas për ty, po flas për Elisën. Po di. Ti dash të reflektoj, dash po jemi të dy një lloj. Dhe nuk do provoj. Shumë pra ne do jemi të njëjtët. Unë them për veten time ti do të dalësh protokolist. Nuk je. Asus jam. Nuk do provoj, po thua një vizje që ta çaj pëson. Prit. Unë i bëj analizën e asaj që shikoj. I mungon fjalia e mbajtjes së përgjegjësisë si pjesë e ingranazheve shumë të fuqishme brenda PS-s. Një PS që sa erdhi dhe degradoi. Që nga 2013-a sa erdhi dhe degradoi dhe kjo ishte edhe një nga zerrat më të fortë të alibive të kësaj, përplasjeve etj etj. E dyta, si të PD-ja, si të PS-ja, kushdo që do dalë dhe tani fuz dhe Kuçanën këtu, që del dhe kërkon hapje, meritokraci, ndryshim etj, nuk ka, është hipokrizi në qoftë se nuk shton dhe fjalin. Distancohemi nga rilindja e Edi Ramës. Distancohemi nga berishizmi, sepse faktikisht në qoftë se nuk ka thelbi në PS, sepse kjo PS u kthye në një organizat, është fiks rilindja maskimi. Është fiks rilindja maskimi që na doli një korporat e korruptuar, na doli një organizat. Po ideja është, kushdo është naive. Që nesër, dëgjoj, mbarova, që nesër do të distancohen ose diskutoj. Por kushdo që ka integritet duhet të distancohet që sot nga ramizmi dhe berishizmi andej që kanë kapur partitë e tyre. Gjithë të tjerat janë kapje dallgë. Ka një kriter. Pse reagon dikush në moment që i cënon interesat? Se e di kush është roli, se rolin të ndershmit, ne ta luajmë gjithë. Problemi është kush e ka realisht. Se kështu edhe po të vesh reti, edhe me krimin e mëndej, kur janë thënë në gjyqet me të lutem, me faleminderit, me pendes, nuk doja ta bëja, me pafajsi, po ose nuk doja ta bëja ata që kapen nga fil, nuk e di se ç'bëra, biles. Para pak kohësh pash një ish agentit sikur që kishte vrarë nënën e bie dhe thoshte unë nuk e mbaj. I vrau te pallati sport. Nuk e mbaj mend se mbaj mend thoshte ai që ishte gjithçka e zezë edhe gjasë ishte në shok. Tani ideja është këtu. Unë kam vënë re nga sistemi Ramës, ke biznesmen, siç ka qenë Koço Kokdhima,
që trumpeton të nga mëngjesi deri në darkë që tashmë do fillojë një Shqipëri utopike, kur ngeli jashtë edhe u përjashtua edhe kur nuk ishte më ato që kishte dikur, filloi të fliste që Rama është më keq ma dekryojnë lëvizje. Ore, çfarë kemi vënë re, oligark, drejtues mediash, gazetar, analistë, deputetë, ministra që gjithë kur vjen momenti që s'janë më në obor ose në taraf, në taf, dalin që janë me të drejtën. Me atë që njerëz të tjerë ka vite që i thonë që në fillim. Dakor? Kurse ata por kjo nuk do të thotë që mos flasin, ha? Por ama duhet ta vërtetoj që në sistem drejtësie duhet ta vërtetoj që ka seriozisht. Po pra, pendesa është e sinqertë. Tani, kjo loja që bën Elisa Spiropali me flirtimin me të vërtetën, i ngjan në tre lojë që bëjnë këto fançurat e vogla që edhe duan një delosh, edhe shkojnë drejt dera e shtëpisë, po nuk pranojnë gjithë lart se kanë merak çfarë i thot mami. Kështu edhe puna kësaj. O dili kundër, e distancohem, jo jep thua e kam me këtë, jo kam me fenomenin ose kam me ramën. Përveç asaj, zotëri, distancim se i ke vënë vulën e turpit pëses të korrupsionit. Nuk janë socialistë të korruptuar. Nuk janë socialistë të korruptuar. Kjo është një platformë që përmbys gjithë sistemin e Ramës, vetëm Kjo është platformë që kërkon protesta në përdet kodëri zgjedhor. Kjo është platformë frymën e protestës. Nëse sistemi Ramës. Po Rama do të bëjë kodin e zgjedhur, Rama e ka shkatruar me sistemi Ramës do goditet nga hajdutët që nuk marrin më pjesën e tyre në tavolinë. Një njeri distancohet. Gjëja e parë që distancohet, duhet të distancohesh nga korrupsioni, nga elita e korruptuar. S'ka, aty mbaroj, se këto janë pasojat gjitha. Arbër, Redi, kam marrë shumë i përgatitur ditën e sotme dhe kam lexuar raste ekuivalente. Ku i ke shënimet? Po s'ka nevojë mos e mendja ime të po çfarë? Ta gjëm 70 vjeç që të mbaj shënime. Po bëhesh i di gjërat ato që lexoj. Arbër. Kjo fjalia ka varur shumë përgatitur. Kjo punë është që ne kemi ardhur pa përgatitur. E para një herë në kohën e sotme teknologjinë nuk mban një shënime poli. Ishte në celular. Po gjithsesi ti je me të vjetrën dhe po mirë aty në celular shënime. Respektoj dhe të vjetrën, mos kam asnjë gjë me të vjetrën, më beso. E mbështes ato. Por po them tjetër gjë. Ti ka shënime digjitale. Po të ndalem në Portugali. Si ra Salazari. Filloi të vetët e larguan. Pra ata që e kishin mbajt në sistem gjithë ato vite. Po ata që vidhin bashkë me ata. Ata e larguan. Ata e larguan. Njerëzit e tij më të afërt e larguan. Në Egjipt, pramere arabe, të vetët e larguan Mubarakun, miku im. Shkojnë me Tunizi si filloi pramere arabe, u vedoq një qytetar që shiste fruta perime, sepse i vini taksa ata policët lokal. The për NATO, beshë nga perëndimi mos e ngjalin. Të dalën atje solidarnosti. Po kur të zuan në Jo, të dalën atje. Po Kaddafi, të dalën Ceausescu. Sekuritate e largoi Ceausescun. Sekuritaten që ose do të dish, ka qenë sigurimi i shtetit në Rumani. Ata e larguan. Shkojnë pastaj Solidarnosti, që ka ndodhur në Poloni, ata e larguan. Unë thaj për leksionin historik. Ma bëj kontekstualizimin. Në të gjitha vendet. Ore, patjetër më, motivimi nuk është motivim ideologjik, ose është motivim parimor. Pra, kjo është amballazhi që i vjet. Ore, Amerika pse shpallur e pavarur që fitoi, do të futemi më thellë. Pse u bë pavarur Amerika më? Për taksat e çajit, more. Ore, sigur, si filloi në vizën. Por na tregon realist apo jo? Si filloi protesta në Flamingon. Këto diskutimet punë. Po flasim për Elisin. Unë mendon se Elisa mund të jetë Flamingo. Shkojnë zot Elisa në Flamingo. Shkojnë te pjesa e Hungarisë. Por ishte nga brenda sistemit, nga brenda jashtë doli dhe ai edhe kundërshtoi. Ne si qytetar duhet kalojmë në nivelin tjetër, mendoj unë. Edhe ne, duke filluar që nga panelet, nuk mund të gjykojmë asnjëri mbi 30 vjeç se çfarë ka bërë në të kaluarën e tij. Të gjithë kanë jetën e tyre. Të gjithë kanë bërë gabimet e tyre. Ore, njerëzit sot po divorcohen me gra që mund të jenë 20-30 vjet martesë. Pse o ti thuash ti, po ti ke fajm se u martove. Mor zotri, ndryshojnë gjërat rrugës, more. E njëjta gjë dhe kjo. Ne nuk mund t'i themi gjithë me që ke qenë te një forcë politike, ke qenë te PD-ja shumë e gabuar, ke qenë te PS-ja shumë e gabuar, dile dhe shaja ata. Distancohu zotri. Po ky është distancimi i pastër, mo. Jo, kjo është përmbysje. Po hapur se ka çfarë bëj. Iliana Kuçana. Çfarë të bëjmë më shumë Iliana Kuçana? Çfarë të bëjmë më shumë Lisandër Hoxha, mor zotri? Pa ata të kanë dalë kundër. Do thoshim motivimi me kanë aty kanë këtu. Po të gjithë njerëzit nuk motivohen nga Perëndia, mo.
se s'jam priftërinj, kanë një interes personal, po mund të jetë dhe kjo, i cënohet një gjë personale. Ne duhet të rritemi si qytetar të shikojmë të madhen. Mua nuk më intereson fare motivimi, mua më intereson qëllimi dhe objektivi që ka. A është e mirë, nuk duhet merremi më me njerëzit. E para dhe kryesorja është kjo, a ka akuza për korrupsion? Kjo është vija kuqe për mua. Njerëzit që kanë akuza për korrupsion janë përballë me drejtsinë, nuk duhet të jenë ata që të flasin për moral politik. Por njerëz të tjerë, që kanë qenë pjesë e një partie politike, dalin kundër leadershipit, po kjo është gjë më e shëndetshme të kështu ka ndodhur. Por gjithë revolucionet e mbulon vjedhjen, nëse mbulon vjedhjen, edhe se punon që kanë ndodhur. Je pjesë? E di çfarë është Tanaj, kaq po përgjigj. Ka qenë nëse mbulon vjedhjen, djalli ka qenë ëngjëll miku im. Mirë, e di apo jo? Di se një religion më mirë se. Po ja, shef. Më kthej të përgjigje. Më thuaj, nëse e di që një vjedhje ka ndodhur dhe përveç se e mbulon, do ta shesë sikur nuk ka ndodhur. Je pjesë e vjedhjes? Ta ka thënë. Jo. Shprehja e fashme, këto bëhen dhe filma. Vjedhja ti për çfarë ka të shprehja e fashme bëhen dhe filma. Dgjoj, vjedhja certifikohet nga vjedhja certifikohet nga e vërteta në fillim. Në shpitalet si gjykatën, ai që del dëshmon, nga gjykata thotë ai ta thotë sa dënon gjykata, pastaj ta them unë. Ti si avokat nuk mund t'ia lejosh vetë. Jo, ja lejo vetë son. Unë besoj te papasia klientëve drejtësia është me moral. Me moral është. Po pse e mbron një njerëz që ka akuza të rënda për një krim? Nuk po them që është i pafajshëm, mundon të marr minimum me dënimin. Dgjoj. Në fund të ditës është gjykata me shoshtu që do sistemi, është sistemi që Marsit, Arbri listoi një tuf ngjarje histori që ju bëra apo se kënaqur as na i vizëm politik. A mendon se ka humus në Partinë Socialiste që të rritet një kryengritje, po them unë, e udhëhequr nga Elisa Spiropali? Tani unë ta thash që ka emra atje, të cilët i kanë dalë kundër Ramës. Një pjesë ka ikur. Petro Koçi çfarë nuk ka thënë për zonjën Belinda Balluku, e thot akoma. Ka individ, Damian Gjiknuri e ka kritikuar hapur në disa mbledhje. Farmi Xhafa e ka kritikuar hapur në disa mbledhje tjera. Tani ka humus, tani mund të themi ne janë të gjithë, po nuk janë të gjithë, por si punë e protestës. Të doli, duhet një gjë që të shpërthej. Damian Gjiknuri dhe Fatmir Xhafa kritikojnë vetëm kur i cënohet në xhepat, që ta dish. Gabim bëjnë, nuk e di. Dakor, ai mesi shembull këto tash. Në politikë humusi PS a pyeti. Nuk ka rëndësi, janë ata po çfarë që ti puthi këmbët gurus, ti puthi këmbët shqiptarëve të votur. Ato tha Redi more, a tha ka humus, po them emra, do të flas me emra. Se mund ta bëjë të përgjithshëm. Do bëhet një parti. Do bëhet një parti. Ore zotëri, të tjerë që nuk njohin. Po ti shikon vetëm për të hequr Ramën më valla. Ne shikojmë që të reformohet partia dhe të nuk është një formë për të reformuar partia. Kjo reformim partia është. Ore, kjo e në tokë delegitimon. O zotëri, po me një lunë e platformës politike. Jo, logika e shumë, më thjesht se kaq. Dëgjoj një sekondë, dëgjoj. Vetëm unë me Redi po kuptojmë sot. Gjithë ideja është, Redi na kupton të drejve se moderator, problemi është të kuptojmë ne me të vërtetën. Gjithë ideja është që kjo parti, por e vërteta është relative. Që kjo parti është kapur, leadershipi i kësaj partie është kapur si leadership i korruptuar në palc, që nuk më zure në gojë mediat si për këtë. Ishte shkrimi i Fazit dje, i Frankfurter Allgemeine Zeitung, i di çfarë gazete është nga më të mëdhat dhe më prestigjioze, dhe kur fliste për integrimin, dhe thoshte ka pak shanse deri në fund fare, thoshte nëse nuk reflektohet. Dhe kjo protest është shansi më i madh për të na integruar. Nëse realizojnë sa më shpejt, mbaj mend nga mua para 2029-s. Mbaj mend nga mua. Protesta është energjia. S'kemi shans të futemi, jo të ndryshojnë gjërat, sepse se nuk mendon që protesta, dëgjoj, Fazi thoshte që problemi është qeveria e korruptuar, thoshte, dhe diplomatët në Bruksel na thonë ne, thoshte, burimet e Fazit. Në konfidencë në thonë që për Edi Ramën, për qeverinë e Shqipërisë, vetëm jua pështiros. Do të thënë kanë arritur në ndjenjën që jua pështiros. Jo më në ndjenjën që është të rregullohet të bëhet. Diplomatët e Brukselit, e thoshte Fazi me burimet, që flet. Dhe ti tani po më diskuton mua platforma se si duhen. Dakor, më duhen, por ne po flasim që
kur të ndryshoj kjo kornizë që kërkon protesta, ajo ka brenda dhe ligjin për partit. Ti është njësoj që këtë që po bën Elisa, unë e përshëndes që po e bën molla, nuk jam kundra Elisës. Të po them pra. Por Elisa po e fut prapë po e fut në thertore në një parti të kapur nga Edi Rama me interesa që janë socialistë. Se nuk e merr si skenar këtë që thot Arbri që Elisa mund të bëhet zëdhënëse e një ndryshimi për shkak të presionit që po ushtron protesta dhe ku ndryshimi të çahet në numra, po së çahet në numra brenda parlamentit. Brenda. Po, pse nuk e shikon si një presion pozitiv? Po e shikoj pozitive, mbi Partinë Socialiste. Por televizën e shikoj pozitive. Se shikon të pamundur çarjen e PS-s, fjala vjen pas 2 muajve. Po nuk çahet më PS-ja pas 2 muajve, sepse nuk ka më PS, këtë nuk po kuptoni. Kjo ja drejton këtë pamfletin, ose me memorandumin çfarë quan, kjo po ja drejton një asambleje, zotëri, që kur del Edi Rama dhe thot Poli Hoxha, Marsit Kupi, Arbër Hitaj, Red Varaku janë të shkarkuar, e marrin vesh atje, dhe e marrin vesh në moment, dhe nuk guxojnë të grejnë dorë dhe thonë, qa po thua më zotëri, të pak më kështë thirur në zyrë dhe më thuaj, ose edhe kur të emeron. Dhe ti pret që ajo lloj asambleje që ne dim çfarë është. Unë pres që i lidh këpucët dhe i fshi këpucët. Kjo protestë i ka bërë gjithë bëjnë llogari politike. Kjo ka vlerë, dhe të mendojnë me një llogari politike sepse exit strategy. Exit strategy është Vala, ta thashun, Valen e ka kapur mirë kjo. Dakor, do mbaj drasa, kjo është. Po, drasa e ka kapur mirë. Ajo që unë them është që ka një pjesë, dhe prandaj them që protesta i ka bërë gjithë bën llogari politike. Ka një pjesë që e mendojnë katastrofë elektorale ato që po vjen dhe nuk duan mbajnë përgjegjësi. Zgjedhje lokale po thonë. Base po thonë. Zgjedhje lokale. Zgjedhje lokale apo qoftë edhe zgjedhje parakoshme, siç thot Poli. Dhe duan të dalin, të ikin nga barka për të shpëtuar më pas në një anije tjetër. Drejtë. Unë mendoj që do të shiko këto do i kemi si të dhëna në momentin që do mbahen zgjedhjet lokale. Do të tregoj krahasimin në raport me zgjedhjet e shkuara sa vota do marrin. Marsit, po pse këtë që tha Arbri që kjo mund të kulmojë si lëvizje në shtator, në tetor, në kuptimin e Respiropalit mund të bashkohen një grup njerëzish që po ribëjnë llogaritë veta në raport me Edi Ramën. Nuk e Rama protesta enturazhin e. Jo vetëm kaq. Jo, po flas për personin. Ja ta them unë, po bëhet nga kulla. Po bëhet nga lart vlla. Ka ndodhur në PS ke katarsisin e nanos, po para se të vinte në asambleje në KPK në fanshme, ka bërë turnin e katarsis në gjithë Shqipërinë. Të dalë ta bëj turnin në për gjithë Shqipërinë, edhe pastaj të verë në asambleje. Po, mund ta bëj? Që ta kuptoj dhe asambleje. Dakor, po se kam shenjën akoma. Marsit, mbaroje se ajo që do thosha unë është kjo Redi, që zgjedhjet e ardhshme lokale do jenë treguesi i kësaj etape politike. Përfshirë vetë protestat. Tani deri në zgjedhjet lokale, a do ketë një kandidat të pavarur protesta? Besoj që po. Pse e përjashton çarjen e PS-s? Këtë po them. Nuk e përjashton janë PS-s për përmjet që nuk ka shtator apo tetor, një grup të diferencë që mund të jenë grup mocionistësh. Po, një grup mocionistësh që duhet të jetë në një angazhim politik protesta apo jo? I pavarur. Jam kundër angazhimit politik, unë mbesa kam thënë. Marsidi e ka thënë në fillim bisedës. Procesi, thash. Ora protesta nuk do të procesi do formulohet trupa politike. Kam thënë duhet të jetë nga filtri gjemo. Është bërë një kuvend. Ta mbaroj Marsidi se. Unë di them që duhet ngrihen filtrat se si do të procedura që do të trupzoj politikisht, se që ose dalin ata që vejnë gjoba, edhe dalin si organizator të kësaj lëvizje politike, është problem. Ata jemi kundër sepse ata ndërtojnë. Procesin po thotë. Unë po them këtë gjë. Në raport me Liza Spiropalin që më pyeti Redi, nuk jam kundër mund të krijojë një grup, po unë besoj që nuk e ka ato lloj force. Që duhet të ikin nga nia që po mbytet më. Bravo, po nuk kam parë pa që të ketë shenja
Nuk ka shenja, po nuk është shenjë kjo, nuk është Ka shenja individët tjerë që janë afër kësaj. Po shkon më larg nga gjithë. Kjo po shkon më shumë larg nga gjithë, mendoj unë. Shkoj dhe meqense ti ke qenë precedentet si ka pasur Shkodrani Detmir Bushati. Jo, asnjëherë në këtë sfidë. në këtë platformë politike. Deputete dhe që të bëjnë një në këto platformë. kushte ku është Rama, Rama, asamble, ta sfidoj asnjë. Ndash shohim atë. Edhe Poli e di, unë kam qenë Dash është shpërndërë me kryeminista grua. Jo, unë kam qenë kritik me Spiropalin, por unë shikoj një gjë. Unë kur shikoj që ti je serioz në atë që thua, patjetër unë të gjykoj kur kam një precedent që nuk e ke patur të tillë. Po kur shikoj që ti je serioz në qasjen tënde, dhe Braça nuk u tregua serioz. Të themi atë që është. Bëri disa dalje mediatike të mira, u përball me gazetarë për ato probleme që ka qeverisja socialiste. Por sa do dal kandidati pavarur. Po, i bëri të mira ato. Pastaj çfarë bëri një hap. Jo, po bëri një hap ambas. Llogaritë momentin kur po del. Marsit llogaritë momentin kur po del. Po, unë e them. Pra për mua ishte gabim. Në pozitë vështirë, Rama dhe Partia Socialiste. Jo, po ka dhe një gjë. Jo nga Elisa, nga protesta. Pse më dëgjoj një diçka. Pse neve duhet ndryshojmë qëndrime që në studio, mendoj unë. Sepse ti dalësh kundër një kryeministri, i cili mund të jetë në pozitë të vështirë në aspektin jashtë, por brenda është shumë i fortë Rama akoma. Pra Rama, unë e thash edhe dje te një tjetër televizion, kam përdorur një metaforë, Rama mund të jetë i plagosur, po është plagosje e lehtë, nuk është plagosje e rëndë kjo akoma. Pra duhet i themi gjëra se çfarë. Se ka rregulluar punën të SPAK. Ti dalësh. Ka rregulluar punën të SPAK. Jo, po ka. Po jo, mos shikoj vetëm protestë. Ka 86 mandate mor zotri. Po ka 86 mandate mor superfuqi. 85 ato neomarxore nuk e kam. 85 më fal. Tani 85 mandate është super majorancë ajo. Pra është i rrezikshëm Rama akoma. Nuk është Rama që mbaroi. Çfarë mund të bëjmë ato? Po çfarë mund të bëjmë me pakta mbyll mandatin? Po çfarë mund të bëjmë? Por çfarë mund të bëjmë? Po ja, mbyll mandatin. Do bëj ligje, çfarë do bëj ligje? Do bëj mandatin more. Ore çfarë do bëj? Reformën që do vet, e dim ne që. Mbyll mandatin. Të mbyll mandatin more. I jep kohë vetës. I jep kohë vetës dhe 3 vite si kryeminist. Po ore zotri, kush po thotë që se bën dot të dhe si ka mandatet? Pa, ai reziston do të protestoj. O i reziston dot. Me këto numra i reziston. Okej, të shikoj. Ndërkohë dhe që ta mbyllim se çka po bëja, vetëm ndryshojmë qasje. Pse? Duhet ndryshojmë qasjen. Çfarë sensi? Shiko, nuk duhet merremi më me individ të cilët nuk kanë akuza për korrupsion, por thjesht kanë qenë diku. Pra, nëse unë ose ti ke qenë te PD-ja, Poli ka qenë te PS-ja. Ja, nuk unë e përshëndetem do të për Elisën. Jo, po them përveç Elisës më. Kuçana e të tjerë që mund dalin të gjitha forcat politike. Ti dalësh kundra një kryetari që është në kulmin e fuqisë së tij, nuk është e lehtë. Edhe ne në studio kur i dalim kundër apo dobësisë arvër. Edhe ne kur i dalim në studio kundër. Po nuk i doli kundër kryetarit. Kundër dikujt ose kritikojmë, i doli kundër Mulnokës. Jam dakord. Asnjë gjë nuk është e lehtë. Ashtu si Elisa nuk ja zë dot emrin në Gojë Ramës. Nëse Elisa është kundra Belindës, dhe Eliana kundra Mulnokës, je pjesë e regjimit, po bën lojën e regjimit, po pastaj është konspiracion. Jo. Flas ose, me që jemi ke ose. S'jam të konspiracionet. Poli, Partia Demokratike tashmë duket se ka përmbyllur atë që konsiderohet reformimi pas humbjes së zgjedhjeve të 2025-s. Pa, ka një kryetar që ka marrë votbesimin e antarësisë, ka dhe disa të zgjedhur që përbëjnë atë që konsiderohet elita e Partisë Demokratike në kuptimin e asaj që përbën një risi në raport me atë që ishte. Si i vlerëson këto zhvillime në Partinë Demokratike? Nuk kam çfarë të vlerësoj, domethënë, sepse është e lodhshme, është logjike të vlerësosh një gjë e cila përsëritet gjithmonë drejt të njëjtën gjë. Për që e pa me primaret, e pa me zgjedhjet, e pa një parti që nuk reflekton, një parti që nuk i kthen gishtin. Si nuk reflekton? Është Belind Këlliçi, nuk është më Luciano Boçi, është Erisa Bajaziti, Nikola Kedhi. Janë 3 nënkryetar të ri, nuk është më Luciano, Oerti, apo jo? O zotri, është tek PD-ja është Sali Berisha, te PS-ja është Edi Rama, prandaj po them unë, Iliriana Kuçana mund të sulmoj sa të doj Mulnokën, në qoftë se ngreja harkun drejt Zotit, që është Berisha atje, është Qa ishte ajo me Kuçanën? Dhe Elisa Spiropali, në qoftë se ngreja harkun dhe të thotë keqja e PS-s që është Edi Rama, dhe rilindja e tij, mënyra se si e ka ndërtuar dhe ka pushtuar atë parti, është gjithçka është kot. Dhe ne
dhe ne tani flasim për ambalazhe, flasim për makjazhe, flasim për një gjë. Tani ky është filmi i mbaruar, kjo është e kotka. A është kjo një parti që po ecën përpara elektoralisht, Kuçana ishte vetmja që foli dje. Bravo i qoftë, e përshëndes Kuçanën, e përshëndes Lisandri. Kishin bërë një rezolut shumë të mirë. Problemi është që i drejtohen flamurit. Nuk e ka fajnë Enveri, e ka Mehmeti. Nuk e ka fajnë Edi Rama, e ka Belinda. Nuk e ka fajnë Sali Berisha, e ka Muli. Jo më vlla, logjika ime nuk i ha këto. Dhe unë nuk i komentoj këto. Katere, për PD-n, PD-ja o do shkoj drejt shkrirjes, ose duhet të distancohet dhe të heq berishizmin. Sepse Berisha është më i sakti atje, bashkë me Mulin, dhe ju heq kapelen, dhe jam me ata, sepse janë duke luftuar për një kauz konkrete, jo me mullinjere, jo do kishotesë si këta të tjerë. Kauz po luftën. Të mbroj familjen, pasurinë që ja kanë sekuestruar në betejë me Spakun. Është kauz politike kjo. Është kauz që e ka kthyer ai në politike, kauz personale dhe kur shkon atje thot Spaku po sulmon kreun e opozitës. Kaq. 2 herë në muaj që shkon, gjykata do të dënoj kreun e opozitës. Kaq është. Kaq e thjesht është. Dhe Edi Rama nga ana tjetër thot Spaku sulmon Belindën, zvendës kryeministrin, numrin 2 të partisë që ka marrë nga Inati se ka marrë 13 deputet. Ajo është një korruptuar. Ky tjetri është një që ka gjykat, ai vetë është një ashtu dhe kaq e thjesht është gjithë historia. Nuk po i reflekton ato të protestës. Po fare, kjo është një parti, dëgjoj, kjo është një parti që bën sikur harron që vetëm 4 vjet, 5 vjet para ishte 30.000 vota larg Edi Ramës, mos zotëri. Dhe tani nuk e ndëron pushtetin. Nuk e ndëron më, jo ta synoj, jo ta shpresoj. Po të pyesësh i demokrat, nuk e ndërojnë. Aq larg kanë shkuar. Ndërkohë që vetëm 5 vjet përpara në 2021 që e pa gjithë si u voth, sepse dolën dhe nga Spaku e tjerë dhe 80.000 vota të pavlefshme, ishte vetëm me 30.000 vota diferencë. Tani kanë vajtur 260.000 nga të kaluarat, për mua janë dhe 500.000 me këto që po vetë shkatrojnë. Tani çfarë pret të analizosh ti këtë parti? Për çfarë të analizosh? Të analizosh se është djalë më i mirë apo gocë më e mirë? Gocat mira din të mirë janë ata, po futi në kornizë tjetër ata. Ti ke futur ata në një lloj kornize të berishizmit që kot që përpuliten. Marsit, si i shikon këto zhvillime në Partinë Demokratike? Unë shikoj pozitive gjithmonë ndryshimet e pozicioneve. Por duhet të ishte ndryshimi edhe i sekretarit përgjithshëm. Okej, jam dakord me Polin që edhe vetë Berisha për shkak të gjithë karrierës gjatë politike nuk duhet të bënte një pas. Do ishte edhe më mirë edhe për sistemin demokratizimit, madje do ngel edhe, edhe gjithë vëmendja e protestës, pastaj do të kanalizohet te Rama. Po ajo është. Po aty pastaj ishte goditje fatale. Po. Mendoj që figurat Nikola Kedhi për shembull është figurë që kam respekt, është djalë i mirë, është janë më djem të mirë. Kur të fejohet, do themi ndonjë fjalë të mirë. Nikola është i përgatitur. Jashtëzakonisht i formuar. Po për Belindi po ashtu, Risa nuk e njoh. Pas që nga ana e sekretariateve kemi dhe miq që kanë fituar për sekretariat caktuar, i përshëndesim, urojmë punë mbar. Di them të gjë që e vetmja gjë që sot është e domosdoshme dhe e nevojshme, sot në politikë është zvendësimi i elitave politike. Kush parti e kupton? Është më afër pushtetit. PD-ja ka kuptuar? Jo. Besoj pjesërisht. Arbër, si shikon këto zhvillime në Partinë Demokratike? Shikon në futa me detaje dhe pash pak individët që janë zgjedhur. Pra të i futa bëra një. Jo, i marrim se i kam gjithë këtu me emër. Për hir të së vërtetës nuk gjeja dot gjëra të këqija për ta. Për shembull, Endira Bushati ka qenë drejtuese e Amës, nuk kam parë ndonjë që ka patur akuza për ndonjë problematik, me sa më kujtohet mua. Viola Kapidani ka qenë drejtuese e Amës, Endira Bushati. Po, ka qenë. Viola Kapidani ka qenë kandidatë në Durrës, po nuk më thot gjë në aspektin e sukseseve, pra nëse po i marr me radhë. Eva Metaj nuk më thot ndonjë gjë në aspektin e CV-s. Pra të rinj që nuk gjej gjëra të këqija, jam futur, kam kërkuar për to, për të parë kush janë. Nuk më thon gjëra të këqija, por nuk më thot ndonjë gjë në arritje. Pra nuk shikoj arritjet e ta. Etion Kapedani ka qenë në PD, është i vjetër dhe në PD në pushtet, mos gabojmë ka qenë nivel drejtues,
drejtori, por nuk më thot në një gjë të madhe. Gjerdan Kaprata pastaj është një urbanist, një arkitekt i zoti, i njohur. Jo vetëm aq, është edhe Kocke PD-s, Kocke vjetër e Partisë Është njëri që ka CV. Marashi është tek figurat e reja që ka sfikatur, por nuk se ka fituar në një betejë që thuash. Andi Mustafai është gjithashtu një ri i cili fatkeqësisht për mua duhet ishte në listat e mbyllura, por u jo propozuan listat e hapura, nuk u fut në garë në zgjedhjet e kaluara dhe do doja që ta shikoja në gara. Pra, kemi Ete Magën. Ete Maga nuk më thot në një gjë. Ylli Aslani pastaj është ish kryetari i Bashkisë Gjirokastër, këshilltari i disa presidentëve, e njoh dhe ka një lloj kontributi, një pushtetin lokal. Ergesi është djalë që shumë aktiv në Facebook, njëri protestave, njëri jashtëzakonisht i angazhuar. Tek ta të rinj, unë shikoj një problem. Nuk janë njerëz që kanë bërë betejë dhe nuk kanë një CV të pasur. Pra, nuk i evidenton dot një sukses në karrierën e tyre profesionale ose në karrierën e tyre politike. Nuk kanë asnjë. Ylli Aslani është i vjetër, Etemi është biznesmen i suksesshëm. Se harxhon kohën e emisionit kohë. Jo, te ylli ta thash. Thjesht po janë. Kanë me ato. A janë sekretariatet? Po, dakor. A janë sekretariatet? Çfarë fuqie kanë? Ta kanë çelësat e kashë. Dikush është lajmi, ta japu lajmin. Po na jemi në ta marr. Lajmi është që këtu kanë shpikur ose kanë ashtu sekretariate, ju është gjetur një njeri për të bërë ato. Lajm. Unë si gazetar çfarë lajmi ka? Pungon Avenir Peka. Sekretari i sekretariatit për sigurinë. Jo, ka shkrirë komplet. Ka sekretariat e KOP, sekretariatin e Avenir Pekës dhe këtu unë shikoj që ka përplasje klanesh. Avenir Peka dhe ka një gjë. Si mund t'i që ka, e kupton, nuk e ka dashur ta zvendësoj, po larg i ka shkrirë, e ke parasysh, e ka hequr me gjithë sekretariat. Nuk është lajmi. Ti ka mos e heqë emisionin çimit. Dgjoj. Jo, nuk ka hiç dot emisionin çimit. Unë nuk kam diskutim kushiku. Çështja është që këtu vetëm kështu duhet ta shikosh atë lloj partie, se këta gjërat e tjera. Diskutimi nuk është kushiku. Po, është edhe sekretar për kanapur dhe integrimin. Ne ka dhënë njërin të integrimit aty që shkon me mekanikalin. Na le të flasim pak. Po jo, po jap lajme pak kështu. Çuni mirë, çuni keq. Diskutimi nuk është kushiku. Diskutimi nuk është kushiku, nuk thenoj lajm, ato e dim ne këtë që theti. Po mirë, mo e di që e di po nuk e the. Që madje thonë edhe që është përplasja Hasi me Kuksin për ta pasuruar atë që theti, po nuk është ky diskutimi. Diskutimi është kush ikën dhe kush vjen. Pra ata që vinë, përveç se janë shquar në militantizëm, të rinë sidomos, nuk janë shquar në betejë publike. Bravo, po në çështjet në CV. Këtë po them, ata që janë me eksperiencë, këta janë Berisha tha me CV-t më shkëlqyera që ka pasur ndonjëherë Berisha ashtu thot gjithmonë. Ashtu thot gjithmonë, nuk është hera e parë që e thot. Ne jemi mësuar që kjo është protesta më shkëlqyer, e thot pas çdo proteste aty ishin 200 veta. Pra tani mos i hyjmë me asaj që thot zoti Berisha. Ne po shikojmë faktin. Dhe kjo është ajo që mua më shqetëson. Këta të rinj janë zgjedhur sepse janë të rinj që kanë personalitet. Din të thonë kryetarit kur është gabim edhe jo, din të thonë të vërtetat edhe kur duhet, apo janë të rinj të cilët kanë spikatur në militantizëm dhe nuk do shquhen për ndonjë personalitet dhe ndonjë përplasje, ndonjë qasje të mirë, ajo që i duhet opozitës. Përgjigja është ne e dim shumë mirë. Jo. Po në raport me frymën e protestës e ka reflektuar, po thua... Fare, sepse kjo rezoluta e Ilirianës, për ishte së vërtetës, Poli, kryetari e Këshillit Kombëtar nga protesta e morën. Por nuk e kanë marrë nga protesta, mos e na hoqë trurin, nga protesta arbër. Kryetari në Po ka folur njerëz dhe kanë zbritur, kam qenuar atje diku. Zbritur kur doli jemi. Herën e fundit, po pra, herën e fundit kjo Juli Emiri. E zbritën sa dikush thirrri ande kjo është e foltores, so ata reflektoni, hoqën mikrofonin dhe u habit ajo. Tani, të kapësh mikrofonin nuk do të thotë që je foltores. S'ka njeri të foltores aty. Të kësaj të protestës. Tani kjo është budallak. Tani do Berisha tani ti lëpihet protestës, shumë mirë ka bërë lëpirjen dhe do ta quajë protestë. Do ka qenë grupi organizator fillim me Poli tani. Nuk ka më grup organizator se më. Grupi koordinues po si. Tani. Ka qenë kjo vajza. Kjo grupi koordinues i protestës. Ska qenë kryesor, po ka qenë aty. Pyetja. Po atje vetë kush duhet. Dhe nga protesta, jo me te grupi TC për shembull. Tani gjithë çështja është që pikërisht rezoluta që u pengua të ndaloj, që dhe për Gjoja,
mund të ishte lexuar dhe kjo e ndaloi. Dhe ajo prandaj Rezoluta, cila rezolut? E Ilirianës, që bashkë me... Nuk u lejua ta lexonte. Po nuk u lejua, kishte rënë dakord sipas asaj. Kishte bërë një publikim në Facebook. Po, pra bënte një sqarim. Iliriana e thoshte unë doja vetëm të lexoj, pastaj e votojnë, se votojnë, e pranojnë, është tjetër histori. Do të thënë, aty ju po flisni për figura të reja kur aty bëhet dhe më keq. Tani, çfarë kërkonte Iliriana aty? Iliriana kërkonte vetëm kaq, që neve thoshte partia me hapjen, me etj, duhet të ndjek ritmin e popullit, të shoqërisë, të protestës. Po, e lexova. Sepse ne mund ta përkrajmë me fjalë, po si po inkuadrojmë. Dhe tani unë nuk kam asnjë lloj shpresë aty, sepse përderisa ajo ka kryetar një parti që ju thot do fitojmë, do bëhet Shqipëria blu, edhe ikën poshtë më poshtë. Ka një kryetar që ju thot deputetët do t'i zgjidhni juve, i fut në primare, si delet gjithë qef, dhe pasaj në fund fare delja që dele para i pritet koka dhe delja që do kryetari futet në parlament, këtu kam baruar, ti pe që u zgjodh një kryetar partije pas një llojgare, dhe s'pyeti njëri, s'foli njëri nga këta të rinj të famshëm. Ti pe që u bën zgjedhjet e kryetarëve të degëve, u rafën me shishe, me karige, në Korçë akoma nuk e kryetar. Edhe nuk foli një njeri, nuk guxon një njeri që të thotë, ore, dëgjojmë se zoti Berisha duhet mbaj pak përgjegjësi për gjithë këtë lloj situate. Këta të rinj, që s'kan çfarë humbasin, se janë dhe profesionistë të lirë ca nga ata, i njohun, po janë ndjem të mirë, të përgatitur. Mund të jetojnë edhe pa partinë, molla. Siç janë aty shumë në atë proteste, dim se kush është zemra e asaj proteste. Janë qytetarët, profesione të lira, njerëz etj që mund të jetojnë dhe pa partitë, mund të jetojnë dhe pa shtetin. Ku i kanë partit të allo njerëzit që të dalë, po, si që jetojmë neve, të dalë aty një nga këta djemë të vajzat e reja, thotë, zoti Berisha të thotë, një sekund, kemi që pas zgjedhjeve që nuk po bëjmë analizë, kemi që pas zgjedhjeve që nuk po reflektojmë pavarësisht se na vjen Edi Rama për gjërat tona, vetëm kaq, po se nuk e po e shanë. Nuk po e shanë, më zotëri. Dhe nuk guxon njeri. Ti tani po thua, Flamur Nogës që vazhdon të mbetet sekretar se shumë mirë. Ka qenë shumë mirë. Flamurit i takon. Flamurit i takon. Flamurit i takon. Shumë mirë. Let Valvitet. Flamurit i takon sinqerisht. Flamurit i le ta keni natë Flamurin sa të duan. Flamuri është kolona e asaj partie, berishizmit. Sa të jetë Berisha, Flamurit i takon. Dhe sinqerisht dhe për punë. Sepse po mos i Flamuri bën shkapërdajen ata komplet. Aq sa e mban Flamuri në bazë. Nuk e duan se është për atë punë, Flamurin mund ta fusim në diskutim ne në një parti demokratike vëlla. Po, në një parti demokratike mund të fusim Flamurin edhe në që duhet apo s'duhet. Po një parti aty ku vendos kryetari pronari partisë, të fillojë dhe të them si takon Flamurit, se Flamuri për SHPK-n ka punuar që ditën e parë, që para 5 vjetësh. Ideja është kjo që bën zgjedhjet, humben zgjedhjet lokale, humben zgjedhjet e 2025-s. Okej, kryetari nuk jep dorëheqjen. Po si okej? Po minimalisht okej. Jo, minimalisht. Po kemi statut që duhet të jap dorëheqjen. Ashtu duhet të jetë. Po të paktën minimalisht bëj një ndryshim të madh dhe poshtë. Pse? Të jesh hipokrit. Kumban Berisha 2 Flamur Nogës. Ti thua të bëhet Berisha në moshën 83 vjeçare hipokrit. Jo, më jo. Të bëj gjoja sikur bën demokracinë parti. Jo, më vëlla. Jo, të bën ai po. Ai është burrë tha. Ai është burrë, ku do është Flamuri thot? E ke pasur biles politik se Flamuri u tregua se fajsuesi më i drejtë, më i denj i berishizmit, zoti Noka. Po. Po jam dakord, pra kjo. Pra nuk ka të bëjë. Të tjerat janë hipokrizi olla. Nuk ka të bëjë shumë me gjëra të tjera, por është kjo fiks. Po kjo është. Është përfaqësues i denj i frymës. Ai Biles Berisha i tha do futesh vetëm, një emër. Vetëm Flamuri, se ka gjetur Flamuri. Dhe Korreshi se minutën e fundit Korreshi, se ka gjetur Flamuri në sulmi që bën Flamur Nogës. Gabim është. Sepse nuk është ai. Ke prapanit. Sulmo shefin e Flamurit. Nëse nuk do kishim një precedent europian për këtë. Nëse nuk do kishim një Flamur, do ta krijonin.
PD, ja nëse nuk do kishte inframur nok. Jo, ka krijuar veten ai me besnikërinë e vet. Term të huaj përsëri. Pra, do ta krijonte. Do ta krijonte një inframur nok. Marsit, një koment fundit. Po si një Po ta ulanti çfarë, ta ulanti. Po ta ulanti çfarë. Një parti. Po ta ulanti çfarë. E njëjta gjë më. Po pra. Jo, Zase president. Më bëre si ke poli. Jo, po jo se doja të shkoje në se ke koment fundit që komentimi është ky që në Shqipëri, në partitë aktuale, kriteri është besnikëria e verbër. Ata që zbatojnë, shpërblehen. Ju takon. Edhe ju takon, po. Puna është kriteri im. Puna është ta përfaqëson kjo interesin e qytetarëve, po gjithsesi unë jam për besimin racional, në varësi të disa kriterëve dhe vlerave që janë universale, të mira, drejta e ligjore. Nuk jam për kriteret besnikërisë janë, nëse mua më konvergon interesi me të, po jam besniku jot, kjo s'është besnikëri. Prandaj oreti protesta këtë do të ndryshoj. Do të ndryshoj dhe partitë në radhë pas, nga partitë burron. Do thosha këto ferme superlativa do thosha këto ferme superlativa për flamurin, personalisht, nëse Berisha nuk do e mbante më sekretar përgjithshëm dhe ai të vazhdonte të ishte aty. Patërën po.